Të dhëna shqetësuese për duhanpirjen tek të rinjt në Maqedonin e Veriut. 40% e të rinjve deri në moshën 18 vjeç janë duhanpirës, ndërsa shumica e nisin këtë vestë që në moshën 13 vjeçare. Kështu tregon hulumtimi i fundit i Analitika, të cilët kërkojnë masa më të rrepta. На младите под 18 години анализите ни покажуваат дека не им се забранува продажба при продавање, значи треба поголема да се почитува законската регулатива. Понатаму, ако сакаме да ја гледаме и фискалната страна, значи добро е и да се зголема цените на овие нови производи што фактички ги користат најмногу младите сега во ова време, односно се уште според нашите анализи имаат ниска цена. Значи има простор за зголемување на акцизата што би ја покачила цената и нормално би ги направило помалку достапни за младите. Nuk është fjala vetëm për duhanin klasik, por edhe metodat e reja të duhanpirjes, siç janë cigaret elektronike që po ashtu u tha se janë të dëmshme dhe të cilat duhet të përfshihen në ligjin për mbrojtje nga duhanpirja. Nga Analitika kërkojnë që përmes edukimit të ndikohet të rinjt që duhani është i dëmshëm në çfarëdo lloj forme. Po çfarë bëjnë shkollat, respektivisht Ministria e Arsimit, për të edukuar rinin dhe parandaluar pirjen e duhanit? Во основното и во средното образование во различни предмети се присутни теми за здравствена писменост и еве една новина во 7 одделение оваа година е воведен изборен предмет Учам за моето здравје. Друго што направи оваа влада е дека во новите законски решенија, во новите закони кои ги донесовме за основно и средно образование, ги задолживме училиштата да спроведуваат програми за против дискриминација, против насилие, против малолетничка деликвенција, но секако и против злоупотреба на овие супстанци, како што се тутунот, алкохолот и дрогата. Pirja e duhanit në Maqedonin e Veriut është shumë e lartë, duke e renditur popullsinë mes vendeve me përqindjen më të madhe të duhanpirësve aktiv në botë. Sipas Institutit për Shëndet Publik, 45.4% e qytetarëve janë duhanpirës, ndërsa vetëm 5% kanë arritur të heqin dorë me sukses viteve të fundit. Pikërisht për këtë, nga putoria e sotme u bë thirrje që t'jepen shembuj pozitiv, që të rinjt ta kuptojnë se sa i keq është ky ves dhe të mos e nisin duhanin.